Hinduizmi është një nga traditat shpirtërore më të lashta të njerëzimit dhe ndryshe nga shumë sisteme të tjera fetare. Nuk është thjesht një grup rregullash që tregojnë se çfarë duhet ose nuk duhet të bëjë njeriu. Ai është një mënyrë të menduarit për jetën, vetveten, marrëdhëniet, vuajtjen, dëshirën, detyrën, vdekjen dhe kuptimin e ekzistencës. Për miliona njerëz, hinduizmi nuk është vetëm një fe, por një rrugë e gjatë e kërkimit të së vërtetës. Brenda tij gjenden ide të ndryshme filozofike, tradita, tekste, praktika dhe mënyra të shumta për ta kuptuar realitetin. Prandaj, kur flasim për mësimet e hinduizmit, duhet të kemi parasysh se nuk ekziston vetëm një interpretim i vetëm. Hinduizmi përfshin shkolla dhe tradita të ndryshme, të cilat ndonjëherë e shpjegojnë të njëjtën ide në mënyra të ndryshme. Megjithatë, ka disa tema që përsëriten vazhdimisht. Ideja se veprimet tona kanë pasoja. Ideja se dëshirat e pakontrolluara mund të na mbajnë të lidhur pas vuajtjes. Ideja se njeriu duhet të kryejë detyrën e vet pa u bërë skllav i rezultatit. Ideja se vetja që mendojmë se njohim mund të jetë shumë më e vogël se sa ajo që jemi në të vërtetë. Ideja se qetësia e brendshme nuk varet gjithmonë nga ajo që ndodh jashtë nesh. Dhe mbi të gjitha, ideja se jeta mund të shihet si një rrugëtim drejt njohjes së vetvetes. Këto ide mund të jenë interesante edhe për një person që nuk është hindu, sepse shumë prej tyre flasin për probleme që njerëzit i kanë pasur në çdo epokë. Frikën, ambicien, humbjen, dashurinë, egoizmin, pasigurinë, dëshirën për sukses dhe kërkimin e kuptimit. Më poshtë janë 10 mësime që mund të nxjerrim nga traditat dhe filozofitë hindu për mënyrën se si mund ta shohim jetën. 1. Mëso të dallosh atë që mund të kontrollosh nga ajo që nuk mund të kontrollosh. Një nga mësimet më të fuqishme që lidhet me traditën hindu gjendet në Bhagavad Gita, ku Krishna e shpjegon Arjunës rëndësinë e veprimit pa u lidhur në mënyrë obsesive me rezultatin. Në jetën e përditshme, njerëzit shpesh vuajnë jo vetëm për shkak të asaj që ndodh, por për shkak të përpjekjes së vazhdueshme për të kontrolluar atë që nuk është në duart e tyre. Ne mund të kontrollojmë përpjekjen, nuk mund të kontrollojmë gjithmonë rezultatin. Mund të kontrollojmë mënyrën se si sillemi me dikë. Nuk mund të kontrollojmë mënyrën se si ai person do të reagojë. Mund të përgatitemi për një provim. Nuk mund të garantojmë rezultatin. Mund të punojmë fort. Nuk mund të garantojmë se të gjithë do ta vlerësojnë punën tonë. Mund të duam dikë me sinqeritet. Nuk mund të detyrojmë dikë të na dojë në të njëjtën mënyrë. Ky dallim është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Shpeshherë, ankthi lind kur mendja jonë kërkon siguri absolute në një botë që nuk mund ta jap atë. Ne duam të dimë se çfarë do të ndodhë nesër. Duam të dimë nëse marrëdhënia do të funksionojë. Duam të dimë nëse projekti do të ketë sukses. Duam të dimë nëse një person do të qëndrojë në jetën tonë. Duam të dimë nëse vendimi që morëm ishte i duhuri. Por jeta nuk na jep gjithmonë përgjigje paraprakisht. Hinduizmi na kujton rëndësinë e veprimit të ndërgjegjshëm. Në vend që të pyesësh vazhdimisht, çfarë do të fitoj nëse e bëj këtë? Mund të pyesësh, cila është gjëja e duhur që mund të bëj tani? Ky është një ndryshim shumë i madh. Kur njeriu e lidh të gjithë lumturinë me rezultatin, çdo dështim bëhet kërcënim ndaj identitetit të tij. Nëse fiton, ndihet i vlefshëm. Nëse humbet, ndihet i pavlerë. Nëse merr komplimente, ndihet i rëndësishëm. Nëse kritikohet, ndihet i shkatëruar. Nëse projekti ecën mirë, mendon se është i aftë. Nëse projekti dështon, mendon se nuk vlen. Por vlera e një personi nuk duhet të jetë e lidhur plotësisht me rezultatet e momentit. Rezultatet ndryshojnë. Ndonjëherë fitojmë, ndonjëherë humbasim, ndonjëherë marrim atë që dëshirojmë, ndonjëherë marrim diçka krejtësisht tjetër. Një mënyrë më e shëndetshme për ta parë jetën është të përqendrohesh te veprimi. Nëse ke një qëllim, puno për të. Nëse ke një marrëdhënie të rëndësishme, kujdesu për të. Nëse ke bërë një gabim, mëso prej tij. Nëse ke një ëndër, bëj hapa konkret. Por mos e ndërto gjithë identitetin tënd mbi pyetjen nëse bota do të jap pikërisht atë që kërkon. Ky është një nga dallimet midis përpjekjes dhe obsesionit. Përpjekja thotë, do të bëj më të mirën që mundem. Obsesioni thotë, gjithçka duhet të ndodh pikërisht siç dua unë. E para të jep forcë, e dyta të konsumon. Në shumë interpretime të Bhagavad Gitas, veprimi pa lidhje të tepruar me frytin e veprimit nuk do të thotë se njeriu duhet të bëhet indiferent. Përkundrazi, ai duhet të veprojë me përkushtim, por pa e lënë rezultatin të përcaktojë të gjithë gjendjen e tij të brendshme. Kjo mund të zbatohet në çdo fushë, në punë, në dashuri, në sport.
në studime, në biznes, në marrëdhëniet familjare, në zhvillimin personal. Nëse një person përgatitet për një intervistë pune, ai mund të bëjë kërkimet, të përgatitet, të vishet mirë, të komunikojë me siguri dhe të jap maksimumin. Por në fund vendimin e merr dikush tjetër. Nëse ai person nuk e merr vendin e punës, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se përpjekja ishte e pavlefshme. Ndoshta mësoi diçka, ndoshta zbuloi një dobësi, ndoshta përmirësoi mënyrën se si komunikon, ndoshta ajo humbje e çoi drejt një mundësie tjetër. Kjo nuk do të thotë se çdo humbje është automatikisht e mirë. Do të thotë se ne mund të zgjedhim se çfarë bëjmë me atë që ndodhi. Dhe pikërisht këtu fillon një formë më e madhe e lirisë. Nuk mund të kontrollosh gjithçka, por mund të kontrollosh se si përballesh me atë që ndodh. 2. Mos e lejo dëshirën të bëhet pronare e jetës tënde. Dëshira është pjesë e natyrshme e qenjes njerëzore. Ne dëshirojmë dashuri, dëshirojmë para, dëshirojmë sukses, dëshirojmë njohje, dëshirojmë siguri, dëshirojmë bukuri, dëshirojmë pushtet, dëshirojmë të na respektojnë, dëshirojmë të ndihemi të rëndësishëm. Në vetvete, dëshira nuk është domosdoshmërisht diçka negative. Problemi lind kur njeriu fillon të besojë se vetëm realizimi i një dëshire të caktuar do ta bëjë të plot. Atëherë dëshira shndërrohet në varësi. Mendo për një person që thotë: kur të fitoj kaq para, do të jemi lumtur. Ai arrin shumën. Pastaj thotë: po tani më duhen edhe më shumë. Një person tjetër thotë: kur të gjej partnerin ideal, do të jemi plot. E gjen partnerin. Pastaj fillojnë problemet. Një tjetër thotë: kur të bëhemi famshëm, do të ndihemi vlefshëm. Bëhet i famshëm, por tani duhet të jetoj me frikën se mos humbet famën. Një tjetër thotë: kur të kem trupin perfekt, do ta dua veten. Arrin objektivin, por pastaj gjen një tjetër defekt. Dëshira është si një vijë horizonti. Sa më shumë ecën drejt saj, aq më shumë duket sikur largohet. Kjo është një nga idetë që lidhe me konceptin e dëshirës dhe lidhjes me objektet e jashtme në filozofinë indiane. Problemi nuk është të kesh dëshira. Problemi është të mendosh se je i detyruar të realizosh të gjitha për të qenë mirë. Këtu lind një pyetje e rëndësishme. Sa nga gjërat që dua më duhen vërtet? Dhe sa prej tyre janë thjesht dëshira të krijuara nga krahasimi me të tjerët? Shohim dik me një makinë më të mirë. Papritur makina jon duket e vjetër. Shohim dik që udhëton. Papritur mendojmë se jeta jon është monotone. Shohim dik që ka më shumë ndjekës. Papritur ndihemi të padukshëm. Shohim dik që martohet. Papritur mendojmë se jemi prapa. Shohim dik që fiton më shumë para. Papritur ndihemi të dështuar. Problemi është se dëshira jon shpesh nuk lind në izolim. Ajo ushqehet nga krahasimi. Një person mund të jetë shumë i kënaqur me jetën e tij, derisa të shohë jetën e dikujt tjetër. Pastaj, pa ndryshuar asgjë në realitetin e tij, ndryshon perceptimi. Kjo është arsyeja pse qetësia kërkon një lloj distance nga dëshirat, jo eliminim të tyre. Distancë. Mund të duash suksesin pa qenë skllav i tij. Mund të duash para pa e bërë pasurinë matësin e vlerës tënde. Mund të duash dashurinë pa menduar se pa një partner nuk je i plot. Mund të duash famën pa e ndërtuar identitetin tënd mbi duartrokitjet. Mund të duash një jetë më të mirë pa e urryer jetën që ke sot. Ky është një ekuilibër i vështirë, por shumë i rëndësishëm. Një njeri mund të ketë ambicie dhe njëkohësisht paqe. Mund të kërkojë më shumë dhe njëkohësisht të jetë mirënjohës për atë që ka. Mund të punojë për ndryshim pa e konsideruar të tashme një dështim. Mund të ketë ëndra pa u bërë rob i tyre. Në këtë kuptim, një nga mësimet më të fuqishme është: mos e vendos të gjithë lumturinë tënde në një gjë që ende nuk e ke, sepse nëse lumturia jote varet nga ajo gjë, çdo ditë deri në arritjen e saj do të duket si një ditë e paplot. 3. Karma na kujton se veprimet kanë pasoja. Fjala karma përdoret shpesh në mënyrë shumë të thjeshtuar. Në kulturën popullore, karma shpesh paraqitet si një lloj formule. Bëre diçka të keqe, do të kthehet. Por koncepti është shumë më kompleks. Në traditat hindu, karma lidhet me veprimin dhe pasojat e tij, duke u integruar me ide të tjera rreth detyrës, rilindjes dhe zhvillimit shpirtëror. Për jetën e përditshme, megjithatë, mund të nxjerrim një mësim shumë të thjeshtë. Veprimet tona formojnë jetën tonë. Jo gjithmonë me njëherë, jo gjithmonë në mënyrë të dukshme, por ato lën gjurmë.
Nëse një person sillet vazhdimisht me arrogancë, ai krijon marrëdhënie të dobëta. Nëse gënjen vazhdimisht, njerëzit humbin besimin tek ai. Nëse ndihmon të tjerët, krijon marrëdhënie dhe besim. Nëse punon çdo ditë, ndërton aftësi. Nëse shmang çdo vështirësi, bëhet më pak i aftë për të përballur me to. Kjo është një formë e karmës që mund ta shohim edhe pa hyrë në dimensionet metafizike të konceptit. Çdo veprim përsëritës formon një model, dhe modelet formojnë karakterin. Një gënjeshtër e vetme mund të duket e vogël, por nëse gënjeshtra bëhet mënyrë jetese, personi fillon të ndërtojë identitetin e tij mbi mashtrimin. Një akt bujarie mund të duket i vogël, por nëse bujaria bëhet zakon, personi fillon ta shohë botën ndryshe. Çdo ditë ne po trajnojmë veten për të bërë dikush. Pyetja është, çfarë po trajnoj veten të bëhem? Nëse çdo ditë zgjedh frikën, bëhesh më i prirur të shmangësh. Nëse çdo ditë zgjedh disiplinën, bëhesh më i aftë të vazhdosh. Nëse çdo ditë ushen zemërimin, zemërimi bëhet më i lehtë. Nëse çdo ditë ushen durimin, durimi bëhet më i natyrshëm. Këtu karma mund të shihet si një kujtesë se jeta nuk ndërtohet vetëm nga vendime të mëdha. Ajo ndërtohet nga mijëra vendime të vogla. Çfarë bën kur askush nuk të sheh? Si flet për dikë që nuk është aty? A e mban fjalën? A kërkon falje kur gabon? A ndihmon dikë pa pritur shpërblim? A e kontrollon veten kur je i zemëruar? A vazhdon të punosh edhe kur nuk ke motivim? Këto gjëra mund të duken të vogla, por pikërisht këto gjëra ndërtojnë karakterin. Njeriu nuk bëhet i disiplinuar në ditën kur arrin një sukses të madh. Ai bëhet i disiplinuar në ditët kur askush nuk e duartroket. Nuk bëhet i mirë vetëm kur bën një sakrificë të madhe. Bëhet i mirë përmes mënyrës se si sillet vazhdimisht. Në këtë kuptim, karma na mëson të mos mendojmë vetëm për atë që duam të marrim nga jeta. Na kërkon të mendojmë edhe për atë që po sjellim në jetë. 4. Pranë ose ndryshimi është pjesë e ekzistencës. Asgjë në jetën njerëzore nuk qëndron përgjithmonë në të njëjtën formë. Trupi ndryshon, marrëdhëniet ndryshojnë, qytetet ndryshojnë, miqësitë ndryshojnë, karriera ndryshon, parat ndryshojnë, gjendja emocionale ndryshon, edhe mënyra se si e shohim veten ndryshon. Megjithatë, njerëzit shpesh vuajnë sepse kërkojnë që gjërat të mbeten ashtu siç janë. Një njeri kujton një periudhë të bukur të jetës dhe dëshiron ta rikthejë. Një tjetër humbet një marrëdhënie dhe mendon se jeta nuk do të jetë më kurrë njësoj. Dikush plaket dhe lufton me faktin se trupi nuk është më ai i dikurshmi. Dikush humbet një pozicion dhe ndihet sikur ka humbur identitetin. Në filozofitë indiane ekziston një vëmendje e madhe ndaj natyrës së ndryshueshme të botës materiale. Kjo nuk do të thotë se ndryshimi duhet të na bëjë indiferent. Do të thotë se duhet të kuptojmë natyrën e tij. Një nga burimet më të mëdha të vuajtjes është përpjekja për ta kthyer të përkohshme në të përhershme. Ne duam që një moment i bukur të zgjasë përgjithmonë, por pikërisht fakti që është i përkohshëm e bën atë të çmuar. Një perëndim dielli nuk është më pak i bukur sepse zgjat pak. Një verë nuk është më pak e vlefshme sepse përfundon. Një miqësi nuk bëhet e pavlerë vetëm sepse një ditë ndryshon. Një dashuri nuk është e pavlefshme vetëm sepse nuk zgjati gjithë jetën. Kjo është e vështirë për të pranuar, sepse mendja njerëzore kërkon vazhdimsi, por jeta është lëvizje. Edhe vetë identiteti ynë ndryshon. Mendo për veten 10 vite më parë. Ndoshta kishe ëndra të tjera, frikëra të tjera, miq të tjerë, prioritete të tjera, një mënyrë tjetër të menduari. Nëse ke ndryshuar, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ke humbur veten. Mund të thotë se je rritur. Pranimi i ndryshimit na ndihmon të mos kapemi pas gjërave vetëm sepse kemi frikë nga e panjohura. Ndonjëherë një derë mbyllet sepse një periudhë ka përfunduar. Ndonjëherë duhet të lëmë një version të vjetër të vetes të largohet. Ndonjëherë duhet të pranojmë se një marrëdhënie nuk është më ajo që ishte. Ndonjëherë duhet të kuptojmë se qëllimi që dikur na motivonte nuk na përfaqëson më. Kjo nuk është domosdoshmërisht humbje. Mund të jetë transformim. 5. Mëso të njohësh veten për te egos. Një nga temat më të thella të filozofisë hindu lidhet me konceptin e Atmanit dhe marrëdhënien e tij me Brahmanin, veçanërisht në traditat vedantike. Interpretimet janë të shumta dhe nuk mund të reduktohen në një fjali të vetme, por në nivel praktik, një pyetje shumë interesante del prej tyre. A jam unë vetëm ajo që mendoj se jam? Ne zakonisht e përkufizojmë veten përmes roleve. Jam menaxher.
jam student, jam baba, jam nën, jam biznesmen, jam artist, jam I pasur, jam I varfër, jam I suksesshëm, jam I dështuar, jam I bukur, jam I zakonshëm. Por të gjitha këto janë përshkrime të një pjese të jetës. Ato nuk mund të përmbledhin të gjithë qenjen. Nëse humbet punën, nuk pushon se ekzistuari. Nëse dështon në një marrëdhënie, nuk bëhesh automatikisht një njeri dështuar. Nëse humbet para, nuk humbet gjithë vlerën. Nëse plakesh, nuk bëhesh më pak njeri. Nëse të kritikojnë, kritika nuk është domosdoshmërisht identiteti yt. Egoja ka nevojë për etiketa, sepse etiketat krijojnë ndjenjën e kontrollit, por ato mund të bëhen edhe burg. Një person që mendon, unë jam gjithmonë I fortë, mund ta ketë shumë të vështirë të pranojë dobësinë. Një person që mendon, unë nuk dështoj kurrë, mund të shmang çdo rrezik. Një person që mendon, unë jam më I zgjuari në dhomë, mund të mos mësoj më. Një person që mendon, unë jam viktime e gjithçkaje, mund të humbas ndjenjën e përgjegjësisë. Një nga format e lirisë është të kuptosh se mund të vëzhgosh mendimet e tua pa u bërë domosdoshmërisht rob I tyre. Mund të mendosh, jam I friksuar, por kjo është ndryshe nga, unë jam frika. Mund të mendosh, dështova, por kjo është ndryshe nga, unë jam një dështim. Mund të mendosh, jam I zemëruar, por kjo është ndryshe nga, unë jam një njeri I zemëruar. Ky distancim I vogël mund të ndryshojë shumë, sepse mendimet janë të ndryshueshme, emocionet janë të ndryshueshme, rolet janë të ndryshueshme, por aftësia për t'i vëzhguar ato krijon një hapësirë të brendshme. Meditimi dhe praktikat e vetëvëzhgimit në traditat indiane lidhen shpesh me pikërisht këtë ide. Të mos identifikohesh verbërisht me çdo mendim që shfaqet në mendje. Mendja mund të thotë, gjithçka po shkon keq, por kjo nuk do të thotë se gjithçka po shkon keq. Mendja mund të thotë, askush nuk më do. Kjo nuk është domosdoshmërisht fakt. Mendja mund të thotë, nuk do të kem kurrë sukses. As kjo nuk është profeci. Të njohësh veten do të thotë edhe të mësosh të dallosh zërin e mendjes nga realiteti. 6. Detyra jote është të bësh atë që duhet, jo vetëm atë që është e lehtë. Një koncept I rëndësishëm në mendimin hindu është dharma. Dharma mund të ketë kuptime të ndryshme në varësi të traditës dhe kontekstit. Por një prej mënyrave për ta kuptuar është si detyrë, përgjegjësi, rend moral ose mënyrë e drejtë të jetuari. Në jetën moderne, shumë njerëz e ndërtojnë jetën rreth pyetjes: çfarë dua të bëj? Kjo pyetje është e rëndësishme, por ekziston edhe një pyetje tjetër: çfarë duhet të bëj? Dallimi midis tyre është I madh. Ndonjëherë ajo që duam dhe ajo që duhet të bëjmë janë e njëjta gjë, por jo gjithmonë. Nuk dëshiron të punosh sot. Ndoshta përgjegjësia kërkon që ta bësh. Nuk dëshiron të kërkosh falje. Ndoshta është gjëja e duhur. Nuk dëshiron të vendosësh një kufi. Ndoshta është I nevojshëm. Nuk dëshiron të lësh një zakon të keq. Ndoshta duhet ta bësh. Nuk dëshiron të përballesh me një problem, por ai problem nuk do të zhduket vetëm sepse e shmang. Jeta nuk mund të ndërtohet vetëm mbi komoditetin. Nëse gjithmonë zgjedhim atë që është më lehtë, aftësia jon për të përballuar vështirësinë do bësohet. Një njeri mund të ketë përgjegjësi ndaj familjes, ndaj punës, ndaj komunitetit, ndaj vetes, ndaj njerëzve që varen prej tij. Të jetosh me përgjegjësi nuk do të thotë të sakrifikosh çdo dëshirë personale. Do të thotë të kuptosh se liria nuk është thjesht të bësh çfarë të duash. Liria përfshin edhe aftësinë për të bërë atë që është e drejtë edhe kur nuk të pëlqen. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në një epokë ku njerëzit shpesh dëgjojnë: bëj atë që të bën të lumtur. Por lumturia nuk është gjithmonë një busull I mjaftueshëm. Një person mund të ndihet mirë duke shmangur përgjegjësinë, por pasojat mund të jenë të këqija. Një person mund të ndihet mirë duke shpenzuar pa kufi, por më vonë mund të ketë probleme financiare. Një person mund të ndihet mirë duke mos I thënë të vërtetën dikujt, por marrëdhënia mund të dëmtohet. Prandaj një jetë e mirë kërkon më shumë se ndjekjen e ndjenjave të momentit. Kërkon parime, kërkon disiplinë, kërkon përgjegjësi, kërkon aftësinë për të bërë edhe gjëra të vështira. Dharma në këtë kuptim praktik mund të na bëjë të pyesim: cila është përgjegjësia ime në këtë situatë? Jo, çfarë më leverdis mua tani?
Por, çfarë është e drejtë? Kjo pyetje mund të ndryshojë mënyrën se si marrim vendime. 7. Qetësia nuk do të thotë mungesë problemesh. Shpesh mendojmë se do të jemi të qetë vetëm kur problemet të zhduken. Kur të kem më shumë para, do të qetësohem. Kur të gjej partnerin e duhur, do të qetësohem. Kur të mbaroj ky projekt, do të qetësohem. Kur të zgjidhet kjo situatë, do të qetësohem. Por sapo një problem largohet, shfaqet një tjetër. Kjo nuk do të thotë se jeta është vetëm vuajtje. Do të thotë se nuk mund ta ndërtojmë paqen tonë mbi kushtin që bota të jetë gjithmonë e qetë. Traditat e jogës dhe meditimit në hinduizëm i japin rëndësi disiplinës së mendjes. Mendja është vazhdimisht në lëvizje. Një mendim, pastaj një tjetër, një frikë, një kujtim, një plan, një krahasim, një dëshirë, një pendim, një fantazi. Nëse ndjekim çdo mendim, bëhemi të lodhur. Prandaj një pjesë e praktikës shpirtërore është të mësosh të vëzhgosh pa reaguar menjëherë. Mendimi shfaqet, ti e vëren, dhe nuk je i detyruar të veprosh sipas tij. Kjo është një aftësi jashtëzakonisht e vlefshme, sepse me stimulit dhe reagimit ekziston një hapësirë, dhe në atë hapësirë mund të zgjedhim. Dikush të provokon, mund të shpërthesh, ose mund të marrësh frymë dhe të vendosësh si do të përgjigjesh. Dikush të kritikon, mund të mbrohesh menjëherë, ose mund të pyesësh nëse ka diçka të vërtet në kritik. Një plan dështon, mund të mendosh se gjithçka ka mbaruar, ose mund të shohësh se çfarë mund të mësosh. Qetësia nuk është mungesa e emocioneve. Nuk do të thotë të mos ndjesh. Do të thotë të mos jesh i kontrolluar plotësisht prej asaj që ndjen. Mund të jesh i zemëruar dhe të mos bësh diçka shkatërruese. Mund të jesh i friksuar dhe të vazhdosh. Mund të jesh i trishtuar dhe të mos humbasësh shpresën. Mund të jesh i lumtur dhe të mos bëhesh arrogant. Kjo është një formë e ekuilibri, dhe pikërisht ky ekuilibër është një nga temat e rëndësishme në Bhagavad Gita. Njeriu ideal nuk është ai që nuk ndjen asgjë, është ai që nuk humbet plotësisht veten brenda çdo ndjenje. 8. Mëso të praktikosh mosdhunën dhe dëmshurinë. Një tjetër ide shumë e rëndësishme në traditat indiane është ahimsa, zakonisht e përkthyer si mosdhunë. Ahimsa nuk duhet kuptuar vetëm si mos e godit dik. Ajo mund të shihet më gjerë si përpjekje për të mos shkaktuar dëm të panevojshëm përmes veprimeve, fjalëve dhe qëndrimeve. Kjo na çon te një pyetje shumë moderne. Sa dëm shkaktojmë përmes fjalëve? Një koment i shkruar online mund të duket i vogël, por pas ekranit ekziston një person. Një tallje mund të zgjas disa sekonda, por personi mund ta mbajë mend për vite. Një fjalë e thënë në zemërim mund të harrohet nga ai që e tha, por mund të mbetet gjatë në mendjen e atij që e dëgjoi. Mosdhuna nuk do të thotë të mos vendosësh kufi. Kjo është shumë e rëndësishme. Të jesh i dëmshur nuk do të thotë të lejosh të tjerët të të shkelin. Mund të thuash jo, mund të largohesh, mund të kundërshtosh, mund të mbrosh veten, mund të vendosësh kufi, por mund ta bësh këtë pa e kthyer tjetrin në objekt urrëtieje. Dëmshuria kërkon të kuptosh se njerëzit shpesh veprojnë nga frika, pasiguria, padituria ose dhimbja e tyre. Kjo nuk justifikon çdo sjellje, por mund të na ndihmojë të mos bëhemi kopje e asaj që na ka lënduar. Nëse dikush sillet keq me ty, ekziston një tundim i fortë për t'ia kthyer. Ai të fyen, ti e fyen. Ai të poshtëron, ti e poshtëron. Ai të dëmton, ti kërkon ta dëmtosh më shumë. Në këtë mënyrë konflikti vazhdon. Dikush duhet ta ndërpres ciklin. Ahimsa na jep një mënyrë për të menduar rreth kësaj, jo si dobësi, por si kontroll të vetes. Një njeri që mund të hakmerret, por zgjedh të mos e bëj pa arsye, mund të jetë më i fortë se sa ai që shpërthen në çdo provokim. Dëmshuria gjithashtu ndryshon mënyrën se si sillemi me veten. Shumë njerëz flasin me veten në një mënyrë që nuk do t'ja përdornin kurrë një miku. Jam budalla, jam i pavlerë, nuk bëj asgjë siç duhet, gjithmonë dështoj. Vetëkritika e tepërt nuk është domosdoshmërisht disiplinë. Mund të jetë një formë tjetër dhune ndaj vetes. Të jesh i dëmshur me veten nuk do të thotë të justifikosh gabimet. Do të thotë ti pranosh ato pa e shkatëruar identitetin tënd. Mund të thuash, gabova, dhe njëkohësisht, do të mësoj. Mund të thuash, e bëra keq, dhe herën tjetër do ta bëj ndryshe. Kjo është më konstruktive se sa unë jam i pavlerë. 9.
Mos haro se jeta materiale nuk është gjithçka. Hinduizmi nuk është një traditë që thjesht i thot njeriu të braktisë botën. Në fakt, traditat hindu kanë pasur gjithmonë mënyra të ndryshme për të menduar marrëdhënien midis jetës materiale dhe asaj shpirtërore. Por një ide e rëndësishme është se pasuria, kënaqësia dhe suksesi nuk janë domosdoshmërisht qëllimi përfundimtar i ekzistencës. Në traditën hindu përmenden 4 qëllime klasike të jetës njerëzore: dharma, artha, kama dhe moksha. Artha lidhet me mirëqenien dhe burimet materiale. Kama me dëshirën, kënaqësinë dhe përmbushjen. Dharma me detyrën dhe rendin moral. Moksha me çlirimin shpirtëror. Kjo është interesante sepse tregon se tradita nuk e redukton jetën në një dimension të vetëm. Njeriu ka nevoja materiale, ka dëshira, ka përgjegjësi, por ekziston edhe pyetja më e thellë. Për çfarë shërben e gjithë kjo? Mund të kesh një shtëpi të bukur, por çfarë ndodh me ty brenda saj? Mund të kesh para, por a ke qetësi? Mund të kesh shumë njerëz rreth vetes, por a ndihesh i kuptuar? Mund të kesh sukses, por a e di pse po e kërkon? Këto janë pyetje që shkojnë përtej konsumit. Shoqëria moderne shpesh na mëson të masim për parimin me gjëra që mund të numërohen: pagën, makinën, shtëpinë, ndjekësit, pozicioni, rezultatet. Por ekzistojnë gjëra që nuk maten lehtë: karakteri, qetësia, dëmshuria, mençuria, marrëdhëniet, integriteti, aftësia për të qenë vetëm pa u ndier bosh, aftësia për të humbur pa humbur veten, aftësia për të fituar pa u bërë arrogant. Një jetë e mirë nuk është domosdoshmërisht një jetë pa probleme. Mund të jetë një jetë ku njeriu ka gjetur një kuptim më të madh se vetë problemet. Kjo është arsyeja pse kërkimi shpirtëror ka rëndësi. Jo domosdoshmërisht sepse të jep të gjitha përgjigjet, por sepse të mëson të bësh pyetje më të mira. Sa dua mund të jetë një pyetje. Pse dua është më e thellë. Si ta marr është një pyetje. A më duhet vërtet është më e thellë. Si të fitoj është një pyetje. Çfarë lloj njeriu dua të bëhem ndërsa fitoj është më e thellë. Kjo është një mënyrë shumë më e pasur për ta parë suksesin. 10. Kërkimi i kuptimit është një udhëtim, jo një destinacion. Ndoshta mësimi më i madh që mund të nxjerrim nga traditat hindu është se njeriu nuk duhet të ndalojë së kërkuari njohjen e vetvetes. Hinduizmi ka shumë rrugë shpirtërore. Ekziston Jnana Yoga, rruga e njohjes dhe urtësisë. Bhakti Yoga, rruga e përkushtimit dhe dashurisë hyjnore. Karma Yoga, rruga e veprimit të ndërgjegjshëm. Raja Yoga dhe traditat meditative, që lidhen me disiplinën e mendjes dhe praktikën shpirtërore. Këto rrugë tregojnë diçka të rëndësishme. Nuk ekziston vetëm një mënyrë për të kërkuar kuptimin. Disa njerëz e gjejnë përmes dijes, disa përmes shërbimit, disa përmes lutjes, disa përmes meditimit, disa përmes përkushtimit, disa përmes reflektimit, disa përmes jetës familjare dhe përgjegjësisë. Kërkimi i kuptimit nuk duhet të jetë domosdoshmërisht një aratisje nga jeta. Mund të jetë mënyra se si e jetojmë jetën. Mund të fillojë me një pyetje shumë të thjeshtë. Kush jam unë? Jo. Çfarë punë bëj? Jo. Sa para kam? Jo. Çfarë mendojnë të tjerët për mua? Por, kush jam kur këto gjëra ndryshojnë? Nëse humbet një titull, kush je? Nëse humbet një pronë, kush je? Nëse humbet një status, kush je? Nëse askush nuk të duartroket, kush je? Nëse je vetëm në një dhomë, pa telefon, pa rrjete sociale, pa audiencë, pa krahasime, kush je? Këto pyetje mund të jenë të pakëndshme, por pikërisht për këtë arsye janë të vlefshme. Ndonjëherë njeriu kalon vite duke ndërtuar një imazh për veten që është krijuar nga pritshmëritë e të tjerëve. Prindërit presin diçka, shoqëria pret diçka, miqt presin diçka, partneri pret diçka. Rrjetet sociale tregojnë një version të caktuar të suksesit, dhe në një moment njeriu mund të kuptojë se ka ndërtuar një jetë që duket mirë nga jashtë, por nuk ndihet e tij nga brenda. Kërkimi shpirtëror mund të jetë një kthim te vetja, jo te egoja, por te një nivel më i thellë i vetëdijes. Kjo është edhe arsyeja pse ideja e mokshas është kaq e rëndësishme në shumë tradita hindu. Moksha lidhet me çlirimin nga cikli i samsaras dhe nga ignoranca që e mban njeriun të lidhur. Interpretimet ndryshojnë sipas shkollave filozofike, por në një nivel praktik mund të shihet si një kërkim për një liri më të thellë. Liri nga iluzionet, liri nga identifikimi i verbër me egon,
liri nga dëshirat që kontrollojnë jetën, liri nga padituria për natyrën e vetes. Dhe kjo na sjell te një përfundim shumë të rëndësishëm. Ndoshta qëllimi i jetës nuk është vetëm të grumbullojmë, ndoshta nuk është vetëm të fitojmë, ndoshta nuk është vetëm të bëhemi të famshëm, ndoshta nuk është vetëm të shmangim dhimbjen, ndoshta një pjesë e jetës është të kuptojmë veten, të kuptojmë të tjerët, të kuptojmë dëshirat tona, të kuptojmë frikërat tona, të kuptojmë se çfarë është vërtet e rëndësishme, çfarë mund të mësojmë nga të gjitha këto në jetën moderne. Nëse i bashkojmë këto 10 ide, krijohet një mënyrë shumë interesante për ta parë jetën. Së pari, nuk mund ta kontrollojmë gjithçka. Prandaj duhet të mësojmë të bëjmë pjesën tonë dhe të pranojmë pasigurinë. Së dyti, dëshirat nuk duhet të bëhen pronare të jetës sonë. Mund të kemi ambicie, por nuk duhet të besojmë se vetëm një rezultat i caktuar do të na bëjë të plotë. Së treti, veprimet tona kanë pasoja. Çdo ditë po ndërtojmë karakterin tonë përmes asaj që bëjmë. Së katërti, gjithçka ndryshon. Pranimi i përkohshmërisë mund të na ndihmojë të jetojmë më plotësisht të tashmen. Së pesti, nuk jemi vetëm etiketat që i japim vetes. Ka diçka më të thellë për të zbuluar përtej roleve, statusit dhe egos. Së gjashti, jeta kërkon përgjegjësi. Nuk mjafton të bësh gjithmonë atë që është e rehatshme. Së shtati, qetësia është një aftësi. Ajo nuk vjen gjithmonë pasi problemet largohen. Mund të kultivohet edhe brenda pasigurisë. Së teti, dëmshuria është forcë. Mosdhuna nuk do të thotë dobësi. Do të thotë të mos lejosh që sjellja e keqe e dikujt tjetër të transformojë në atë që nuk dëshiron të jesh. Së nënti, pasuria materiale nuk është vetmja formë e suksesit. Një jetë mund të jetë e pasur edhe nëse nuk duket e jashtëzakonshme nga jashtë. Dhe së dhjeti, kërkimi i kuptimit nuk përfundon. Ndoshta pyetjet më të rëndësishme të jetës nuk kanë përgjigje që mund t'i shkruash në një fjali. Ato jetohen. Një mënyrë tjetër për ta parë suksesin. Në shoqërinë moderne, suksesi shpesh përkufizohet si arritje. Sa fiton? Çfarë pozicioni ke? Çfarë makine drejton? Sa njerëz të ndjekin? Sa udhëton? Sa të njohin? Por filozofia hindu mund të na shtyjë ta zgjerojmë këtë përkufizim. Ndoshta suksesi është edhe sa mirë e kontrollon veten. Sa i drejtë je kur askush nuk të kontrollon. Sa mirë i trajton njerëzit që nuk mund të japin asgjë. A mund të humbasësh pa u shkatëruar? A mund të fitosh pa u bërë arrogant? A mund të kesh para pa u bërë rob i tyre? A mund të duash pa u bërë i varur? A mund të jesh vetëm pa u ndjerë bosh? A mund të dëgjosh kritikën pa e urryer personin që të kritikoj? A mund të pranosh gabimin pa humbur respektin për veten? Këto janë forma suksesi që nuk shfaqen në fotografi, nuk marrin gjithmonë pëlqime, nuk bëhen virale, por mund të jenë shumë më të rëndësishme për cilësinë e jetës. Pse dëshira për kontroll na lodh kaq shumë? Mendo për një ditë të zakonshme. Telefoni bie. Një mesazh nuk merr përgjigje. Fillon të mendosh pse. Dikush e sheh mesazhin. Nuk përgjigjet. Mendja fillon të krijojë skenar. Ndoshta është mërzitur, ndoshta nuk i interesoj, ndoshta po flet me dik tjetër, ndoshta bëra diçka gabim. Në realitet mund të mos ketë ndodhur asgjë, por mendja ka krijuar një histori. Ky është një shembull i vogël i mënyrës se si përpiqemi të kontrollojmë të panjohurën duke krijuar shpjegime. Por shpjegimi nuk është gjithmonë realitet. Një nga praktikat më të vlefshme që mund të nxjerrim nga traditat meditative është të mësojmë të vëzhgojmë mendimin përpara se ta besojmë. Mendova diçka nuk do të thotë është e vërtetë. Kjo është një aftësi shumë e rëndësishme, sepse mendja njerëzore është e aftë të krijojë histori, dhe jo çdo histori është fakt. Çfarë ndodh kur ndalojmë së krahasuari veten? Krahasimi është një nga burimet më të mëdha të pakënaqësisë. Gjithmonë mund të gjesh dikë që ka më shumë. Më shumë para, më shumë bukuri, më shumë sukses, më shumë miq, më shumë udhëtime, më shumë mundësi, më shumë njohje. Nëse e mat veten vazhdimisht me të tjerët, gjithmonë do të ketë një arsye për t'u ndjerë keq. Por nëse e kthem vëmendjen nga brenda, pyetja ndryshon. Jo, a jam më mirë se ai? Por, a jam më mirë se versioni im i djeshëm? Ky është krahasimi që ka më shumë vlerë. Në vend që të shohësh suksesin e dikujt tjetër si kërcënim, mund ta shohësh si informacion. Në vend që të thuash, pse ai e ka dhe unë jo,
Mund të pyesësh, çfarë mund të mësoj prej tij? Kjo e transformon zilin në kuriozitet, dhe kurioziteti është shumë më produktiv se zilia. Pse pranimi nuk është dorëzim? Shpesh njerëzit mendojnë se të pranosh një situatë do të thotë të dorëzohesh, por nuk është e njëjta gjë. Pranimi thotë, kjo është ajo që po ndodh. Dorëzimi thotë, nuk mund të bëj asgjë. Pranimi mund të jetë pikërisht pika nga ku fillon veprimi. Nëse pranon se ke bërë një gabim, mund ta korrigjosh. Nëse mohon gabimin, nuk mëson. Nëse pranon se një marrëdhënie ka ndryshuar, mund të vendosësh çfarë të bësh. Nëse pretendon se gjithçka është njësoj, vazhdon të jetosh në të kaluarën. Nëse pranon se një plan dështoi, mund të krijosh një plan të ri. Pranimi nuk do të thotë, më pëlqen kjo. Do të thotë, e pranoj që kjo është realiteti aktual. Dhe vetëm kur e sheh realitetin siç është, mund të vendosësh çfarë të bësh më pas. Si mund ta zbatojmë këtë në marrëdhënie? Marrëdhëniet janë një nga vendet ku këto mësime bëhen veçanërisht të fuqishme. Ne duam që partneri të sillet në një mënyrë të caktuar. Duam që miqtë të na kuptojnë. Duam që familja të na vlerësojë. Duam që njerëzit të na japin të njëjtën energji që u japim ne. Por njerëzit nuk janë objekte që mund t'i kontrollojmë. Mund të japësh dashuri. Nuk mund të detyrosh dashurinë. Mund të tregosh respekt. Nuk mund të detyrosh respektin. Mund të komunikosh. Nuk mund të detyrosh dikë të dëgjojë. Kjo është arsyeja pse lidhja e tepruar mund të krijojë vuajtje. Kur dashuria bëhet kontroll, ajo fillon të humbas natyrën e saj. Dashuria e shëndetshme nuk thotë, duhet të jesh siç dua unë. Ajo thotë, dua të njoh ashtu siç je, ndërsa vendos edhe kufijtë që më duhen. Kjo kërkon ekuilibër, dhëmshuri pa vetëshkatërim, afërsi pa varësi, besim pa verbëri, dashuri pa humbur veten. Si mund ta zbatojmë në punë? Në punë, shumë njerëz e lidhin identitetin me performancën. Nëse fitojnë, ndihen të vlefshëm. Nëse dështojnë, ndihen të pavlerë. Mësimi për veprimin dhe shkëputje nga rezultati mund të jetë shumë i dobishëm këtu. Puno seriozisht, përgatitu, përmirësohu, mëso, por mos e lejo një rezultat të vetëm të përcaktojë të gjithë historinë tënde. Një projekt mund të dështojë, një ide mund të refuzohet, një klient mund të largohet, një intervistë mund të mos shkojë mirë, një promovim mund të jepet dikujt tjetër. Këto janë ngjarje, nuk janë domosdoshmërisht identiteti yt, dhe ndonjëherë dështimi është informacion. Të tregon çfarë nuk funksionoi, të tregon ku ke nevojë të përmirësohesh, të detyron të mendosh ndryshe, në vend që të pyesësh vetëm, pse më ndodhi kjo? Pyet, çfarë mund të bëj tani? Kjo pyetje e kthen vëmendje nga viktimizimi te veprimi. Si mund ta zbatojmë në jetën e përditshme? Nuk është e nevojshme të ndryshosh gjithë jetën brenda një dite. Mund të fillosh me gjëra të vogla. Në mëngjes, para se të marrësh telefonin, mund të qëndrosh disa minuta në heshtje. Mund të vëzhgosh frymëmarrjen. Mund të pyesësh, çfarë është vërtet e rëndësishme sot? Gjatë ditës, kur ndihesh i irrituar, mund të ndalosh për disa sekonda. Merr frymë. Mos reago menjëherë. Pyet, apo reagoj ndaj faktit apo ndaj historisë që po krijoj në mendje? Në mbrëmje mund të reflektosh. Çfarë bëra mirë? Ku gabova? Çfarë mësova? Çfarë mund të bëj ndryshe nesër? Kjo nuk kërkon të bëhesh asket. Nuk kërkon të largohesh nga bota. Kërkon vetëm të bëhesh më i vetëdijshëm për mënyrën se si jeton. Një mësim i madh për epokën e rrjeteve sociale. Rrjetet sociale e bëjnë krahasimin pothuajse të pandërprerë. Dikur mund të krahasohesh me njerëzit që njihe. Sot mund të krahasohesh me miliona njerëz. Çdo ditë sheh jetën e njerëzve të tjerë. Pushimet e tyre, trupat e tyre, shtëpitë e tyre, makinat e tyre, marrëdhëniet e tyre, sukseset e tyre, por shpesh sheh vetëm sipërfaqen. Nuk sheh ankthin, nuk sheh borxhet, nuk sheh konfliktet. Nuk sheh vetmin, nuk sheh pasigurin, nuk sheh dështimet. Kjo krijon një problem. Ne krahasojmë jetën tonë reale me versionin e kuruar të jetës së dikujt tjetër. Mësimi për moslidhje me dëshirat dhe për njohjen e vetvetes mund të jetë një antidot ndaj kësaj. Pyet, çfarë dua unë? Jo, çfarë më kanë mësuar të dua? Kjo është një pyetje shumë e fuqishme. Ndoshta nuk ke nevojë për gjithçka që po sheh.
Ndoshta nuk ke nevojë të dukesh i suksesshëm. Ndoshta ke nevojë të ndihesh i qetë. Ndoshta nuk ke nevojë për një jetë që duket mbresëlënëse. Ndoshta ke nevojë për një jetë që të duket kuptim plot. Mësimi për vdekjen. Një nga arsyet pse traditat shpirtërore janë të rëndësishme është sepse ato nuk shmangin gjithmonë pyetje që shoqëria moderne preferon t'i shtyjë. Një prej tyre është vdekja. Ne sillemi sikur do të kemi kohë pafund. Shtyjmë bisedat, shtyjmë faljet, shtyjmë ëndrat, shtyjmë pushimet, shtyjmë kohën me njerëzit që duam, por koha nuk është e garantuar. Traditat hindu ka një perspektivë të veçantë mbi vdekjen, rilindjen dhe vazhdimsinë e ekzistencës shpirtërore. Pavarësisht nga besimi personal, ideja e përkohshmërisë mund të na japë një mësim të fortë. Mos e trajto jetën sikur është e pafund. Nëse e di se një ditë gjithçka do të ndryshojë, ndoshta e vlerëson më shumë atë që ke tani. Një bisedë me prindërit, një darkë me miqt, një shëtitje, një mëngjes i qetë, një moment me personin që do. Shpesh lumturia nuk mungon. Ne thjesht jemi shumë të zënë duke kërkuar versionin tjetër të saj. Mësimi për mirënjohjen. Mirënjohja nuk do të thotë të mos duash më shumë. Mund të jesh mirënjohës dhe ambicioz njëkohësisht. Mund të thuash, jam mirënjohës për atë që kam. Dhe, dua të ndërtoj diçka më të mirë. Këto nuk kundërshtojnë njëra tjetrën. Problemi është kur ambicia shkatëron aftësinë për të parë atë që tashmë ekziston. Një person mund të ketë 10 gjëra të mira dhe të fokusohet vetëm te e vetmja që mungon. Kjo e bën jetën të duket bosh. Mirënjohja e ndryshon fokusin. Jo, çfarë më mungon? Por, çfarë kam? Pastaj, çfarë mund të bëj me atë që kam? Kjo nuk është pasivitet, është një pikënisje më e shëndetshme. Mësimi për disiplinën. Në traditat e jogës, disiplina personale është një element i rëndësishëm i praktikës. Dhe kjo është shumë relevante edhe sot. Motivimi ndryshon. Një ditë ndihesh energjik, ditën tjetër jo. Nëse mbështetesh vetëm te motivimi, do të ndalosh shpesh. Disiplina të mëson të vazhdosh edhe kur emocionet nuk të ndihmojnë. Kjo nuk do të thotë të jesh brutal me veten. Do të thotë të krijosh zakone që të mbështesin. Të studiosh edhe kur nuk e dëshirë. Të ushtrohesh edhe kur nuk je i motivuar. Të flesh në kohë. Të respektosh angazhimet. Të përfundosh atë që fillon. Disiplina është një formë respekti ndaj vetes. Kur i mban premtimet që i ke bërë vetes, fillon të besosh më shumë tek vetja. Dhe vetbesimi nuk ndërtohet vetëm me fjalë pozitive. Ndërtohet duke parë se mund t'i besosh vetes. Mësimi për të mos u kapur pas së kaluarës. Një pjesë e madhe e vuajtjes njerëzore vjen nga e kaluara. Duhej të kisha bërë. Pse nuk e thash? Pse e lash të ikte? Pse i besova? Pse nuk e mora atë mundësi? Por e kaluara nuk mund të ndryshohet. Ajo mund të interpretohet ndryshe. Mund të mësohet prej saj. Mund të falet, por nuk mund të rishkruhet. Një nga format më të fuqishme të mençurisë është të mësosh nga e kaluara pa jetuar brenda saj. Mos e përdor të kaluarën si burg, përdore si mësues. Gabimi nuk duhet të bëhet identitet. Dhimbja nuk duhet të bëhet personalitet. Humbja nuk duhet të bëhet e gjithë historia. Ti mund të marrësh një mësim nga ajo që ndodhi dhe të vazhdosh. Mësimi për të mos u friksuar nga vetmia. Në një botë plot komunikim, njerëzit mund të kenë shumë kontakte dhe shumë pak qetësi. Telefonat na mbajnë vazhdimisht të lidhur, por lidhja nuk është gjithmonë afërsi. Ndonjëherë duhet të jesh vetëm, jo për t'u izoluar, por për të dëgjuar veten. Kur nuk ka zhurmë, mendimet që zakonisht i shmangim fillojnë të shfaqen. Kjo mund të jetë e pakëndshme, por është gjithashtu mundësi. Në vetmi mund të kuptosh çfarë dëshiron, çfarë të frikson, çfarë të lodh, çfarë të mungon, çfarë nuk të përfaqëson më. Vetmia e zgjedhur mund të bëhet hapësirë për vetëkuptim. Mësimi për të mos kërkuar gjithmonë përgjigje të menjëhershme. Ne jetojmë në një epokë ku duam përgjigje të shpejta. Kërkojmë diçka, marrim përgjigje, por pyetjet e mëdha të jetës nuk funksionojnë gjithmonë kështu. Kush jam? Çfarë dua? Çfarë është një jetë e mirë? Çfarë është e drejtë? Çfarë duhet të bëj? Këto nuk zgjidhen gjithmonë brenda 5 minutash. Kërkojnë kohë, përvojë, gabime, reflektim, heshtje. Dhe ndonjëherë një pyetje e mirë është më e vlefshme se një përgjigje e shpejtë.
Në fund, çfarë na mëson hinduizmi për jetën? Ndoshta mësimi më i bukur nuk është një rregull i vetëm, është mënyra se si të gjitha këto ide lidhen me njëra tjetrën. Vepro, por mos u bëj skllav i rezultatit. Dëshiro, por mos lejo që dëshirat të kontrollojnë. Puno, por mos e mat gjithë vlerën tënde me suksesin. Duaj, por mos u kap pas njerëzve sikur ata të jenë pronë. Prano ndryshimin, sepse asgjë nuk qëndron për gjithmonë. Mëso nga veprimet e tua, sepse ato formojnë karakterin. Kujdesu për mendjen, sepse mënyra si mendon ndikon në mënyrën si jeton. Je i dëmshur, por mos e ngatëro dëmshurinë me mungesën e kufive. Ndërto një jetë materiale, por mos harro dimensionin e brendshëm. Dhe mbi të gjitha, vazhdo të kërkosh të kuptosh veten. Ndoshta kjo është arsyeja pse këto ide kanë mbijetuar për mijëra vite. Jo sepse njerëzit e sotëm kanë të njëjtat probleme si njerëzit e lashtë, por sepse disa pyetje nuk ndryshojnë kurrë. Kush jam? Pse vuaj? Çfarë është lumturia? Çfarë është detyra? Si duhet të jetoj? Çfarë ndodh kur humbas atë që dua? Si duhet të sillem me të tjerët? Çfarë ka vërtet rëndësi? Dhe ndoshta pyetja më e madhe, si mund të jetoj një jetë që nuk është thjesht e gjatë, por edhe me kuptim? Hinduizmi nuk jep vetëm një përgjigje për këto pyetje. Ai ofron një univers të tërë idesh, praktikash dhe perspektivash që mund të eksplorohen në shumë drejtime. Por edhe një njeri që nuk është hindu mund të marrë diçka të vlefshme prej tyre, të mos kontrolloj të pakontrollueshmen, të mos bëhet skllav i dëshirave, të marrë përgjegjësi për veprimet, të pranoj ndryshimin, të kërkoj veten përtej egos, të jetoj me përgjegjësi, të kultivoj qetësinë, të praktikoj dëmshurinë, të mos e ngatëroj pasurinë me kuptimin, dhe të mos ndaloj së kërkuari, sepse ndoshta jeta nuk është një problem që duhet zgjidhur një herë për gjithmonë. Ndoshta është një rrugë në të cilën çdo përvojë na jep një mundësi për të kuptuar diçka më shumë. Një humbje mund të na mësojë shkputjen, një fitore mund të na mësojë për ulësinë, një dështim mund të na mësojë durimin, një marrëdhënie mund të na mësojë dashurinë. Një ndarje mund të na mësojë të mos kapemi pas asaj që nuk mund të mbajmë. Një gabim mund të na mësojë përgjegjësinë. Një periudhë vetmie mund të na mësojë të njohim veten. Një moment qetësie mund të na tregojë se sa shumë zhurmë kemi mbajtur brenda nesh. Dhe një ditë kur të shohim pas, mund të kuptojmë se shumë prej gjërave që menduam se ishin funde ishin thjesht kthesa. Jeta vazhdon. Gjërat ndryshojnë. Njerëzit vinë dhe ikin. Dëshirat shfaqen dhe zhduken. Trupi ndryshon, rrethanat ndryshojnë, por brenda gjithë kësaj lëvizjeje, njeriu ka mundësinë të zhvillojë diçka më të thellë. Vetëdijen, aftësinë për të parë pa u kapur, për të vepruar pa u konsumuar nga rezultati, për të dashur pa zotëruar, për të humbur pa humbur veten, për të fituar pa humbur për ulësinë, për të pasur shumë pa u bërë rob i asaj që ke, për të pasur pak pa menduar se je më pak i vlefshëm. Dhe ndoshta në fund të gjithë këtij kërkimi, pyetja nuk është më, si mund ta bëj jetën të ndodh pikërisht siç dua, por, si mund të jetoj me mençuri, pavarësisht asaj që jeta sjell. Kjo është një pyetje shumë më e vështirë, por edhe shumë më e fuqishme, sepse nuk premton një jetë pa dhimbje, premton diçka tjetër, një mënyrë më të vetëdijshme për ta përballuar jetën. Dhe ndoshta kjo është një nga dhuratat më të mëdha që mund të marrësh nga filozofia hindu. Nuk ke nevojë të kontrollosh gjithë botën për të gjetur paqen. Nuk ke nevojë të realizosh çdo dëshirë për të qenë i plot. Nuk ke nevojë të fitosh çdo betejë për të qenë i fortë. Nuk ke nevojë të jesh perfekt për të qenë i vlefshëm. Dhe nuk ke nevojë të kesh të gjitha përgjigjet sot. Mjafton të vazhdosh të kërkosh, të vëzhgosh, të mësosh, të veprosh, të korrigjosh, të duash, të lësh të shkojë atë që duhet të largohet. Dhe të ecësh përpara, sepse ndoshta qëllimi i jetës nuk është të arrijmë në një pikë ku nuk kemi më asgjë për të mësuar. Ndoshta qëllimi është të bëhemi çdo ditë pak më të vetëdijshëm për atë që jemi, për atë që bëjmë dhe për mënyrën se si lidhemi me botën. Dhe në këtë rrugtim, çdo ditë mund të jetë një mundësi e re për të jetuar me më shumë qartësi, më shumë përgjegjësi, më shumë dëmshuri dhe më shumë paqe.